Dhe jemi rikthyer këtu pra pas disa minutave marketing dhe do të flasim për një temë goxha interesante, do të flasim për një mungesë të energjisë elektrike që sigurisht në kohë të sotme është goxha problematike. Kur marrim parasysh që jemi duke shkuar drejt dimrit dhe ditëve të ftohta dhe ajo çfarë shohim pra është mungesa e vazhdueshme e energjisë elektrike. Dhe një gjë e tillë ka ndodhur edhe në Jezerës të Ferizajt, ku nga atje do të lidhemi tashmë direkt me Fadil Hajdarin, i cili është banor, por është gjithashtu edhe ka një biznes atje, është pronari një biznesi. Fadil, mirëmëngjes dhe faleminderit që jeni me ne. Mirëmëngjes për juve, faleminderit nga ju. Fadil, po e nisim pra e përmend informacionin që i kemi, pra janë 7 ditë në pyetje që nuk keni energji elektrike fare, apo jo? Po prej datës 2-10, dita e jemi pa rrymna së është i 8, apo? Po, dhe cilat janë pasojat më të mëdha që po i ndjeni? Po pasojat më të mëdha janë, dëgjëm, këtu Jezerës banojnë afër 25 shtëpi, se jemi edhe afër dimrit, është ftëft. Edhe ka villa se punojnë bujtina, apo shka do që t'i thojmë, problem është rryma, jo filltashti, po çdo herë kemë të njëjtin problem në kështu. Po, dhe a keni kontaktuar Fadil me dikë prej Kecit apo me institucionet lokale, çfarë përgjigje u kanë dhënë lidhur me këtë? Dalëm, i këshyrëm, kom kontaktu direkt me drejtorin, ja kom transmitu dë foto, dë video ngjizime. Dëgjëm, këto janë, nuk di se qysh më thonë, veç unë muj me qujt lirisht se hajgarjan të mo me fshatin Jezerës, edhe me bizneset këtu për rreth. Po, dhe sa po ndikojnë realisht kjo, sepse për biznes është goxha ma problematike kur bëhet fjalë. Sigurisht që përveç se të dëmtojnë, për shembull, t'i vështirësojnë kushtet në shtëpi dhe mirëqenia në shtëpi, t'i vështirësojnë edhe ato në biznes, apo jo? Po qysh nuk na dëmtojnë çërën villa, na punojmë pak. Këto villat janë me të vërtet me kushte shumë të mira, po pa rrym nuk punohet. Damo sa dush, kemi pas rezervime, kemi anulu. Përveç aktyn e thash, 7 ditë na ka bon damë edhe na për frigorifera, na për tensioni shumë i ullt, kur vjen i ullt, edhe shumë i nalt, na ka bon damë në pajisje. Po, dhe e përmendët pra që këto bizneset jeni aty aktualisht, apo jo? Unë jam këtu, bashkë këtu jam të biznesi, unë muj m'ja argumentu edhe mrena edhe tensionin, veç me këshyrë farë tensioni, është 70 volt një tension, ku bashkë kur gjaj që nuk banë. Po, dhe a ka, që ju kanë thënë institucionet realisht, Fadil? A kanë thënë që ka një problem teknik, apo është një ose një neglizhencë të këtyre institucionave, apo si saktësisht? Dëgjëm, tejtën me dytin ka rani bërë këtu. Po. Edhe janë rëdzu disa shtylla, sa tensioni perej vitit 80, kur instalu Jezerës. Nuk kanë investu asë njëherë Jezerës, janë do shtyllat vjetra ato, një frymë kur të bjerë kemë njëjtin problem, kur të ka frymë, kur ka rejshë shiu, i njëjti problem. Thëjnë, fatkeqësi natyrore, na jemi Jezerës, këtu mundet me robur, mundet me frymë ma shumë. Nuk është arsye fatkeqësi natyrore, me thonë. Ata kanë që të arsye. Po, dhe sa i përket kësaj, sepse po shoqërojmë edhe me pamje që i keni dërguar ju më herët, dhe po, sa i përket kësaj, pra, që ju kanë thënë, sepse kur flasim për biznese dhe ju jeni, mund të them që varen një faralloj forme për këtyre, ka dhe shtyllat të rrëzuara, apo jo, zotri Fadil? Qërë këtë shtyll, kjo shtyllo hek pram, do me thonë 6 ditë rruga ka në blokume, që është një ferm pak më nalt. Po kështu ka qenë, është një ferm pak më nalt atje, ajo detyru edhe ushimin për bakti me bajt me dërë, për shkak që se shtyllë, nuk kanë ordhas që shtyllë me ek. Edhe në policie kemi lajmëru rasin, edhe në kec, mundet me nejtë kjo shtyllë, për thamë, nashta një ditë, shkoki, mund më konë kompania zanta, mo, një javë ditë më konë, kështu është merë. Sinqerisht është, për çdo biznes po flasë, na ka hupë vullneti edhe me punu. Unë i fshat shumë i mirë, një natyrë shumë e mirë, vullnet s'kemi edhe me investu edhe me punu ma shumë. Po dhe gjatë tyre ditëve, si ka qenë puna si ka shku puna realisht me këto bizneset tuaja, a ka ndikuar kjo edhe në rënjën e klientëve? Ka ndiku shumë, s'ka punë hiq. Na klient që i kemi pas, i kemi njoftu se
S'mujna me punu, faktur është rryma, kemi rrymë qështu. Po, dhe çfarë kërkoni konkretisht, zotri Fadil, nga autoritetet? Një përgjegjësi për këtë, apo ndoshta edhe një përgjegjësi edhe për vonesat e deri tanishme, sepse ju ka sjellë dëme financiare realisht? Unë kërkoj një përgjegjësi për kompani Skec, për domët që ne ka bërë. Ne të na përgjegjen, edhe mundësisht mos kem kësi të loshe se nuk kem fajna. Po, dhe... Me neve veç janë të inë gjyna, edhe shteti, edhe kompania Kec, ne jemi kom edhe në komun, nuk na ka nimu lidhje me rrymë bashkë kur gjajq. Adi shka është një përgjegje edhe pe komunarve. Po. Kur thëjnë kompania Kec është shtetë në veti, është morë me thonë. Zotri Fadil, janë një farë forme kjo çështja e Kecit, i kanë kështu vendimet e veta për shtylla, për energji, për se çka i ka nuk e dias pse i neglizhojnë shpesh këto ankesa, është e çuditshme, edhe tu i po situatën realisht. Na i keni dërguar edhe fotot e videot që është një gjendje goxha problematike. A ka pas probleme të ngjashme edhe më parë, zotri Fadil? Kam shumë foto edhe më parë ka pas probleme edhe më të këqija edhe më të rrezikshme edhe për banorë kur janë konë telat për rrugë, ka mytë edhe kafsh rryma këtu në fshatin tonë, se punon ky fshat edhe me blegtori, me bakti, kem probleme të vazhdueshme. Po, dhe çfarë përgjigje kanë jap atëherë? Cila ka qenë reagimi i tyre? Reagimi i tyre dalin terren më shumë shëtitën se sa punojnë atë punëtorët e kompanisë. Unë vetë i kum nal këtu në rrugë, i kum tregu se ku ka problemin, nuk janë nal me zgjidh problemin. Ju kum thonë që janë disa dega për mi tela, vetë javë kum tregu, nuk janë nal më marrë me atë punë heq. Nuk di se shka thamë është merë. Po, dhe përket kësaj, pra e përmendet, zotri Fadil, që problemet të tilla ka pasur Jezerci vazhdimisht. A ka pasur problemet të tilla edhe në fshatrat në rrethin, apo si e shet dallimin, mund të flas me zonat urbane, apo si qëndron këtu? Sikur tashti se ka robur, edhe disa fshatra tjerë ka pasur këtë problem. Po te na o problemi vazhdueshëm. Te na kur të bie shi, rreshi shiu kur të ka, rrymë nuk ka. Po edhe kur të fryjnë pak më shumë se që duhet, nuk ka rrymë. Po. Njezerës është problemi më i madh në Njezerës. Po, dhe për fund pastaj se besoj do ta lini edhe pak nga pamje nga ty ku jeni, dhe po, çfarë mesazhi keni për Kecin dhe për qeverinë realisht lidhur me këtë situatë? Unë sinqerisht tham, unë më shumë e fajsoj qeverinë ose komunën tonë, se na jemi qytetarë të komunës Ferizajt, nuk jemi qytetarë të Turqit ose të kompanisë Kec. Na nuk kemi faj, do të dikush më marrë me neve, na jemi banorë të komunës Ferizajt, ata do të më marrë me neve. Infrastruktura është rryma, rruga, uji, kanalizimi, janë pjesë e infrastrukturës, na paguajmë. A besete një ditë nëse një muj nëse s'paguhet faktura vinë me 2 patrulla polici, çdo konë gati shkojnë, ja këputin rrymën edhe këgje krenar janë edhe policia, kur shkojnë dikun edhe hinë dikujna në bërë. Është diçka që e papranueshme. Na që një javë s'kemi rrymë, nuk mirët kush me neve. Po. Zotri Hajdari, unë falenderoj shumë për këtë lidhje direkte, për këto diskutime që i patëm tek dita e re, dhe shpresoj që do të kemi edhe një reagim institucional nga Keci lidhur me këtë, por sigurisht Kanardej do të merret edhe më gjerësisht me këtë temë, do të trajtoj edhe më tutje do të provoj pra të marrë një përgjigje nga Keci. Faleminderit juve për këtë lidhje direkte. Shumë faleminderit për juve, na jemi shumë mirënjohës për gazetarëve, shpeshherë mbështetjen më të madhe kemi pas për gazetarëve. Ju falenderoj shumë. Faleminderit juve shumë për këtë lidhje direkte. Respekt, gjithat mirat. Gjithashtu. Dhe të dashur shikues, pra nga këto ankesa do të kalojmë në diçka krejtësisht tjetër. Do të flasim për një temë që realisht do të qëndrojmë pra tek institucionet, do të qëndrojmë tek këto vendimet të fundit që ka marrë qeveria në detyrë. Po flas për mbledhjen e djeshme, ku ndër të tjera pra kjo qeveri ka marrë një sër vendimesh. Dhe ndërto ka qenë pra është përmendur që do të ketë edhe një ndihmë financiare, një shtesë, po flas prej 100 eurosh për studentët, dhe një vendim që është komentuar goxha shumë në opinionin publik. Dhe lidhur me këtë do të flasim edhe me Bekim Selishtin, i cili tashmë është në linjë të drejtë për drejtë